Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kreu sot homazhe në nder të herojt të demokracisë Azem Hajdari dhe lëvizjes së dhjetorit në monumentin e Azem Hajdarit në qytetin Studenti, ku kujtoi edhe protestën e dhjetorit të vitit 90 që solli demokracinë në vend. Berisha bëri thirrje për përmbysjen e këtij regjimi. Triumfi i tyre mbi diktaturën shndroi dhjetorin dhe vitin 1990 në vitin e mrekullisë të kombit shqiptar. Anum mirabilis, hodhi themelet e lirisë dhe ndërtimit të shoqërisë së lirë në Shqipëri, të zëvendësimit të hiperkolektivizmit total me tregun e lirë, të daljes së vendit nga izolimi më i thellë, të hapjes dhe integrimit europian dhe euroatlantik të tij. Kjo lëvizje, çështjen kombëtare nga një çështje tradhtuar nga klika hoxhiste, e vendosin pjedestalin e merituar për zgjidhjen e saj. Idealet e rinisë studentore dhjetorit 1990 ishin dhe mbeten idealet më të larta, më fisnike njerëzore dhe kombëtare të shqiptarëve. Këto ideale, energjia e tyre bëri shqiptarët më të lirë se kurrë, ju riktheu atyre dinjitetin e munguar njerëzor. Sot, pas 35 vitesh, qytetarë shqiptarë kujtojnë dhe ndërojnë këtë ditë pasi Edi Rama, pasardhës direkt biologjik i etërve xhelat të regjimit komunist, Kristaq Ramës, që në gusht të vitit 88 kishte firmosur varjen e litar të poetit Hafzinela e kushe disa e sa kundërshtarëve të regjimit dhe Spiro Kolekës, i cili edhe me 11 dhjetor në mëngjes dhe 11 dhjetorit të vitit 1990 kërkoi shtypjen me tanke të lëvizjes studentore, ka vendosur në Shqipëri diktaturën autoritare, narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë. Armik i votës së lirë dhe sklav i pushtetit tij të krimit, ai ka zëvendësuar zgjedhjet e lira me farsën më të shëmtuar zgjedhore. Ai ndërtoi në Shqipëri jo vetëm narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë, por instaloi regjimin më kleptokratik që shqiptarët kanë njohur në ekzistencën e tyre. Bëi thirrje të rive shqiptar të ngrihen të frymzuar nga dita e lirisë lartësinë e idealeve të tyre dhe të përmbysim sa më parë këtë regjim të shëmtuar narkodiktatorial që po shkreton dhe shkatron Shqipërinë. Nderim për jetë Azem Hajdarit, studentëve liberator të dhjetorit 90, Zoti e bekoft rininë e Shqipërisë, misionin e saj, nderimin më të madh për dhjetoristët.